E ka kjo motra një shqetësim, babën e ka të smut edhe si duket vëllezërit nuk e kqyrin babën. Çka po bëjnë vllaznit? Shumë po na sulmojnë neve motrave. Na thonë ju e keni detyrë babën me kqyr. Pra, kemi ngel duke e marrë në shtëpitë tona her njëra her tjetra. Çka me thonë oj motër? Wallahi, ma shumë me lexu pyetjen që me bë dua për juve e për babët jujen, që Zoti ju nimoft juve, Allah i drejtoft ata vllazën, e ku për neve çfarë zemani kemi ardhë, që edhe Allahu me ngrit rahmetin prej neve, për shkak se ne kemi ngrit rahmetin prej prindërve tanë. Kemi haru babën nanë. Kemi haru hekit e tyne për interesa personale thjesht, po du më u konë mirë, po du luksin tam, nefsi, vetja jame. E nuk e dim që edhe ne kemi u plak nga një anë, po nga ona tjetër kemi medal para Allahit. Obligime kanë vllazët me kqyr babën, e jo motrat, jo vajzat, djemtë e ti. Por as sikur me mujt ky bab, tash këtan po e tham jo që me e ban baba juj ose jo, po e tham prej zemrës plast, prej mërzis. Mo quaj baba juj dhe kret me toka, me shpia, me kret me qit në amët juj. E pasaj kur desaj, kur ngasin vllazit mas tokës, edhe mi u thonë juve, qysh ne keni marrë tokat ju, s'pjeve në marrë, mi thonë kadal, a kemi na detyrë me kqyr babën atër, dhe na kemi detyrë me marrë pasunin e babës. Po, mirë ne qka po presim e qka po shojmë e qka po dëgjojmë. Nuk ka kur far dobije prej një djalit, edhe nuk është kur far arritje, le të bën ai shtëpia, le të bën firma, le të bën pasuni, le të blen gërbet. Nëse nuk e kqyr babën nan, tu i pas mundësit me kqyr. S'ka bo kur gja. O Zot përmirësoj këta djem. O Zot përmirësoj këta djem. E bjenin vete. Allah na falë.